ofrët më pasyza nuk shoh. Të njën më ndalësh e që jashtë? Fatipe? Jurisdiksioni kushtetues me përcaktimin e natyrës dhe kufive të tij drejt për drejt nga aneni 124 i Kushtetutës, i cili përcakton funksionin themelor të saj, që lidhet me dhënien e drejtësisë kushtetuese nëpërmjet interpretimit përfundimtar të normës kushtetuese. Interpretimi përfundimtar i ligjit themelor të shtetit është ndër funksionet më të rëndësishme të kësaj gjykate, të cilin ajo ushtron sa herë që vihet në lëvizje për të shprehur për një nga çështjet e parashikuara në anenin 131 të Kushtetutës dhe në normat e tjera kushtetuese. Nëpërmjet interpretimit që u bën normave ose termave konkret Kushtetutës, gjykata përcakton standardet kushtetuese mbi të cilat duhet të mbështetet veprimtaria e organeve kushtetuese dhe kërkesat në ushtrimin e veprimtarisë së tyre vendimarrëse. Të vazhdojmë, Klod. Sipas neneve 131.1 shkronja F, pika 2 të Kushtetutës dhe neni 71 ligjit 85/77/2000 për organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, çdo individ, person fizik ose juridik, subjekti i drejtës private dhe publike, kur është parë në një proces ligjor ose kur është zbartës të drejtave dhe lirive themelore të parashikuara nga Kushtetuta, mund të vënë në lëvizje gjykatën kushtetuese. Objekti i gjykimit kushtetues mund të jetë çdo akt i pushtetit publik ose vendim gjyqësor që cënon të drejtat dhe liritë e parashikuara në Kushtetutë. Gjykata ka theksuar se natyra e pretendimeve të ngritura para saj është një nga elementet përcaktues të jurisdiksionit kushtetues për shqyrtimin e një çështje dhe se në përputhje me kompetencat e parashikuara nga Kushtetuta, ajo përcakton vetë jurisdiksionin e saj që shqyrtimit të çështjeve rast pas rasti. Neni 124 i Kushtetutës përcakton funksionin themelor të saj që lidhet me dhënien e drejtësisë kushtetuese. Vazhdoj Klod dhe ta mbyll. Ta mbyll mikrofonin, të jap fjalën subjektit interesuar. Detyra e gjykatës nuk është zgjidhja e një mosmarrëveshje juridike për çështje fakti, por identifikimi i fakteve të natyrës kushtetuese, të cilat shërbejnë për realizimin e kompetencave të saj dhe përbëjnë elementin thelbësor në përcaktimin e autoritetit të një gjykimi kushtetues. Gjykata ka të drejtë që, në rast se ajo vërteton se shkelja e një të drejtë ose lirie kushtetuese themelore nuk ka ardhur si pasojë e përmbajtjes së normës ligjore, por për shkak të mosveprimit të ligjvënësit për rregullimin e një çështjeje të caktuar në